Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderiush. Sot do jetë pranë meje një person shumë i veçantë, Albas Skënderaj. Jo, është Mario Shitka, kolegu im komedian, Mario Shitka. Mario, faleminderit që më erdhe. Faleminderit që dhe shpatulla ime. Gjithashtu. Në çfarë ke mbushur atë? Me vere, kam lënë në diell. Janë analizat e urinës dalinës atë. Dale? Ndi pak shparg? Ndjej edhe shumë opinione. Faleminderit shumë. Faleminderit timi këtë Vetëm ti nuk ishe qenë nga dimtë Comedy Thursday. Pano e këta u bën si çpis. Dhe nuk të vjen. Pano s'ka ikur, është aty me pastruse. Kjo është era ime e parë, kështu që jam shumë i jam okej. Je okej. Mirë, je veshuriosh se Leo erdhi me pijama. A do marrë ndonjëherë diçka seriozisht ai njëri? As jetën nuk e merr. Jo, mendova si në televizion. Se mi televizion një minutë pa hajt. Kjo tregon që kam ndjekur programin. Po mendova që të vishesha një çik më serioz ndryshe nga herët e tjera. Jo, faleminderit, madje ke veshur edhe kpuc. Isha në një dasëm para një jave. Po edhe s'di. Duket që janë kpucasve. Po, duket që mezi po lëngojnë të kërcejnë. Duke sikur ke marrë babin. Duke sikur babi s'ka këpucë, kështu që duhet i ndrojmë me njëri tjetrin, edhe është vështirë. Ai i ftuar që do vi, më vonë do t'i pëlqejë shumë kjo biseda. Vërtet, Ka qef ai pronat e përbashkëta. Pronat e përbashkëta? Dreqit e ajë. Më fol më shumë për babin, Mario. Nëse Mario e di për çfarë duhet më flasësh mua më shumë? Po. Për protestën, janë bërë shumë protesta lart e poshtë, po mua më pëlqeu ajo protesta që ishte në të njëjtin moment kur ishte parada e LGBT që e peate. Ishin paralel të dyja. Ishin paralel. Më thënë ishin ata me flamur, me gjëra, edhe me ylber, edhe ishin policët edhe protesta. Ishte një trinom shumë i çuditshëm. Ai pe lajme dhe në kraj ishte Blendi Fevziu ajo reja thoshte, "Sheh, kam bllokuar rrugën këta këtu." Po, Blendi Fevziu nuk. Po, kush e kishte bllokuar rrugën sipas Blendit? Se do është si ajo pick your struggles, domethënë me kë e natin. Po që Blendi kishte me këta, edhe ishte kështu, "S'kam që me atore, po. Po kanë zënë rrugën. Po. Pse eci këta? Unë nuk kam. Që është gjë më e keqe. Po e petja të gruan që tha, "Ç'dua unë të më vinë mua travestitët nga jashtë shtetit të më zënë, unë s'kam rrugë të ecë për vetë." Po mirë, këtu po ta shikosh Marcelo, ke një zonjë e cila po shpreh mllefin jo shumë me komunitetin LGBT, po se sa mbi planifikimin urban të qytetit, që është një problem real, domethënë. Çfarë fobi është, se homofobi nuk është. Cimentofobi, domethënë, se është kudo vetëm beton, kështu që nga një anë zonja ka të drejtë. Zonja edhe Blendi ka drejtë, se Blendi ka probleme me hapësirat. Blendi ka të drejtë se është tullac. Je shumë tullac për të, çai tha Ngjela aty. Se ti je edhe tullac. Ku ti tha aty? Jo, çai tha se je edhe pa flok. Je edhe pa flok, domethënë, ti ke shkruar një super argument domethënë në lidhje me temën, po dikush ta pret rrugën me një koment tullac domethënë. Është sikur thonë një i shkurtër domethënë, ose do të thonë shushkë. Është deke prurse domethënë. Ngjela e bën, Ngjela vetëm i ka ngelur të serioze. Unë thonë një kështu. Po, edhe ti i gris ato letra se ti për çfarë do fitoj. Po. Unë isha një ditë live pash se e derivuam që nga aty, pash Ngjelën po jepte një intervistë. Ua, ishte gjëja më e lezetshme. Edhe her pas here e kapta të gocën nga koka kështu. Nuk do ishte Ngjela nëse s'do kapte një gocë. Kapte nga flokët bëte sikur sa ju qesh ore. Ti isha një vit më i ri. Ti isha 79, thashtaj. Sa është Ngjela? Amazari, 100 milion vjet është to bëzë. Avokati dashur Eja, o Melis, shkruaj Ngjela zot na vinë një ditë këtu. Po. Unë do doja të isha ngjitur me Ngjelën, ç'është e drejta. Personazh shumë interesant. Do doja të mësonte çik për femrat. Unë jam kurioz çfarë do thoshte për këtë që po flasim edhe ne për këtë temën e LGBT-s, çfarë do thoshte ai? Ai do thoshte. Ka shprehur ndonjë gjë Ngjela? Nuk më duket se s'para keni distancuar nga kjo gjëja, apo jo? Po kush e di, njeriu ka Jo, ma jo, shiko, tani të tërë politikanët, askush nuk thot që poshtë apo po janë pro, thjesht thonë okej të bëjnë ç'të duan, se askush do të humbi vota, ë? Normale, por kështu që duhet të biesh Shumica homofobia, e dim këtë. Ose shumica në për administrata janë. Ose shumica janë
në dollap. Po ka një lloj, janë shumë në dollap, po ka një lloj protokolli Dalje Mario, pritë. Dalje Mario, që këto bomba janë shumë në dollap. Jo, nuk ndalen fare se bota pa e para. Edhe Mario di sekrete nga administrata, edhe çuditshme se është i papunë. jam i brendshëm. Nuk do thot Jam i brendshëm në jetë. s'kam se të jemi punësuar. Po që normalisht edhe politikanët po nuk është se duan të bien ndesh me këto që janë propozuar. Po, autik? Kush? Ishte një moment e politikës. Normal që jam autiko, për ajo gjëja kryesore domethënë e të pasur autizëm është që e ke të vështirë kontaktin me sy. Nëse. Po më thoje, s'ka thënë gjë, do doja ta kisha afër. Do doja ta kisha afër, po ç'është e drejta nuk e dija që po ndodhte për gjatë kohës që po ndodhte kjo parada përbri ishte edhe një protestë tjetër domethënë. Në më u bë më ishin këta që familja si quhet ajo më që për familjen, po edhe këta me disa ironi kështu ishin që bashkë për domethënë atë moton e këtyre të protestës këta e kishin marrë nga vetja, po thjesht e kishin bërë me kështu. Por e kanë ironi, thjesht këta të poshtër. Shumë thjeshtë. Kishin bërë një kështu, çfarë ishin homofobët le të digjen nga inati, ne do krihemi ja, një gjë kështu. E mo edhe kur i mban. Koha më e keqe për të krehur domethënë. Ne do po digjen ta homofobë. Po digjen, më disha të bëj. Nuk do ashtu. Anxhelën e ve? E pash Anxhelën, kam respekt. Anxhela zemër unë e dua shumë. E di që unë e kam takuar Anxhelën. Edhe gjëja më e madhe që kam arritur në jetë. Jam shumë i sigurt që po. Edhe larg pamës. Po plus u mbaj mend që Anxhelën e ke pasur edhe intro e një speciali që ka pasur. Te promoja ishte në fund, po. Ishte super gjë. E kam treguar historinë këtu me Anxhelën unë? A e diti që shkova unë tani dhe ime që jemi atje, takoj kisha folur me Gjeni Karajn, edhe tha jo hajde se do t'i them unë. Po. Edhe fola në telefon, Anxhela ishte lali, ja ka del në gjë për mua, edhe okay, do t'jap këtë pagesë, shkoj unë madh njerëzit. Edhe kisha përgatitur një gjë të vogël që ajo ta thoshte para kamerës për këtë specialen, edhe presun atij i lumtur vetëm kur më thot Anxhela, lali po s'di lexoj. Bënte kotore, kur bënte ato kështu që bënte ato me lajme, atëherë nga Spiropali që bënte ato kështu, i bënte të gjitha në moment. Po si të lexoj shumë e keqe pas. Përderisa si fillim një pjesë e një komuniteti që ka shumë rokje, qa të digjesh. Gjeni këy nëse po anulloheni këtë. Po çfarë të më anullojnë, pa ajo shumë për qeshur. Po duhet të performosh te streja, thonë ata 90.000 euro Mario. E po do dal. Po kjo është shumë për qeshur se është njëjti muhabet çdo maj, domethënë çdo vit 2-3 ditë bëhet kështu gjullërdia e madhe. Në mos gaboj. Nuk e di, ti që ke qenë parada. Gjithmonë, unë jam shoku i Anxhelës. Unë jam koordinues, kështu. O plakun isha te streja, ishte shumë lezetshëm o plak. Po keqja ishte që doni një moment një studiolaps për të vizatuar vetullat Anxhelës. Edhe nuk ishte askush më plak kështu nga ato të grave që lyejnë. Vërtet. Po që gejt nuk mbajnë kurse as lesbiket nuk mbajnë, ishte shumë e tmeshme. Ja dolim në fakt. Ja dolim ja lyem edhe ja morëm. Po nëse unë nuk e kuptoj, tani shiko se të gjithë duan të tregojnë të kujdesshëm me këtë gjën. Edhe ne të kujdesshëm do t'tregojmë. Unë s'dua ta di fare çfarë mendimi ke vërtet ti, as ti s'do ta dish fare çfarë mendimi kam unë të vërtet. Se jemi personazhe publike. Drejtit ai, po. Është shumë e qartë që ata që organizojnë, për shembull, ose ata që e mbështesin, jo që ata që organizojnë politikanë këta, normalisht janë pro asaj, domethënë. Po organizojnë politikanët edhe më organizojnë vetë këta dhe plus kishte të huaj shumë që doli edhe kjo që ishin më shumë të huaj, ishin 90% ishin të huaj. Po vetë njerëzit shqiptarët e bojkotuan, po këta janë nga këto Soros i Izraeli, parate, çifut. Janë komente tipike shqiptare ato, domethënë. Edhe ajo që më a ti kaq të thella këto punë? S'jam fare të thella. Po çfarë njerëz sa mbyt, sa duan të bëjnë gërshër, sa e thellë mund të jetë? Puna është që kjo është, si ta them unë, gjëja me të cilën mua më qeshet më shumë është urrejtja ndaj këtij komuniteti është vetmja gjë që i bashkon shqiptarët, domethënë. Ka shumë gjëra për të cilat jemi tmerr të përçartë, domethënë me të cilat nuk do bjem asnjëherë dakord, ama sa herë që ndodh parada është vëllëzër. Vëllëzër të mbledhemi dhe të djegim. Të djegim. Edhe puna është që shqiptarët janë dhe shumë kreativë në llojin e makabritetit, domethënë atë që do doni ti bëni dikujt nga komuniteti. Kanë bërë gjë, mo.
Po, llafe interneti janë o burë, Nuk janë e si ata di. që komentojnë, domethënë, këta duhen ndjekur, edhe është njeri poshtë, jo këta duhen rrjepur. Ti ishte fëmia im, Po. e kisha masakruar E këto kisha gjëra. po janë shumë kreativë në lidhje me Po, asgjë s'do. me dhunë, pas asgjë s'do do Po, burë. asgjë mos ka ndodhur Angelen atëherë që e rran një, me shumë ka ju lësher me ndonjë tjetër, po mpije, ndonjë gjë kështu. Po, edhe është një gjë që zgjat 2-3 ditë në maj çdo vit, domethënë, e Raja pastaj do Angeles. kalojmë do kalojmë në një gjë tjetër, se po ta kesh vënë re, jetojmë, domethënë Shqipëria duket sikur është një simulim i këtyre, domethënë i GTA-s. Një gjë e tmerrshme është duke ndodhur në çdo cep, domethënë, edhe njerëzit u fokusuan te parada. Më ke se i ftuar që do na vi më vonë. Çdo gjë e keqe duke ndodhur. Po, ma ca kam dalë. Ti do jesh votues se aty që do na vi pak më vonë këtu. Drejtit aje. Nëse mo, ndodhen e protesta tjera, ishin edhe kjo e këtyre studentëve që mbështetën Maqedoninë, e gjëra e tjera. Po, ajo ishte, po, Po s'mund tallem me ato kështu që çdo themi, pra të bravo. tallem dot me atë, po. Edhe me këta nuk ishte u tallem më, tash qas me atë gruan që ishte kundër, as me këta që dolën e valvitën ato flamujt, bëjnë ç'të duan. Po, në Shqipëri është shumë e vështirë, domethënë, se okej, njerëzit që janë të indinjuar nga parada dhe nga gjithë koncepti. Kurse ne jemi të indinjuar se unë do paguajm kurse ky po e bën për mua. Nuk është për na plas. S'ka rëndësi cilës aleancë i përkasun, domethënë. Fare. Edhe këta që bëjnë këtë aleancë pro familjes më duket sikur gjithë ky pro familjes, pra. gjithë ky inat, gjithë kjo urrejtje është shumë selektive, domethënë. Sepse ti po pret gjithë vitin për në maj të kapesh me këtë komunitet, ndërkohë është njëri ndërkohë që flasim është duke vrar një grua andej, domethënë. Ndodhin, ama këta që dalin këtu, Po e vret me fëmijë. Po, duke e goditur me fëmijë, pa. Nëse marrë e bërë shumë të errët tani, po me që jemi të errëta, do të vish me mua të komentojmë sa lajme të vogla shpejt. Me kënaqësi mik. Ose shtruar, se duhet ta zgjatim, na kanë duhet ta bëjmë 60 minuta. Madje po je i uritur, mund ta hash edhe në tona, se unë Një do ha. salam që do e ha unë se Një salam, i ke edhe tënd, këta i ke të Korçës. I kam ta. Unë kam qenë edhe te fabrika, janë me vërtet fantastike. Po kjo çfarë është? Është kjo? Kremviçe me djathësh, kjo me çfarë është? Krem lope. Mirë. Kaloj me Friendly Fire.